që nga dita që kjo gjykatë kushtetuese ka s'mund të marrë njëri peng gjithë Shqipërinë. Ka 9 atar, 99% e vendimeve që kanë marrë kanë qenë pro qeverisë. Të provuara, të gjitha. 1% e vendimeve ka qenë gjykata kushtetuese, ka qenë kundër qeverisë. Kështu që dhe pritshmëria për këtë vendim ishte pro qeverisë, pra të mbante krahun e kryeministrisë dhe të presidencës. Dhe të mos e leonte shkarkimin e Veliajt. Fakti që u mor ky vendim kundër është thjesht zbatimi normal i ligjit, pra leximi normal i ligjit. Ky vendim mund të ishte edhe 8-0. Se mjafton kjo? Po cila ishte përplasja e gjykatës kushtetuese, më fal? Përplasja çuditi përplasja midis përplasja ishte midis Erion Veliajt dhe Edi Ramës. Ajo që aty ishte një teatr, më fal një sekond. Ky ishte një teatr. Po çka kuptimi ka të thuash që me që ishte kundër qeverisë? Dgjoj, një sekond. Ne teatrin e kemi parë që nga 11 shtatori, kur Edi Rama doli në asamble dhe tha, do shkarkojmë Erion Velin, pavarësisht se ligji nuk është shumë i qartë, do vendosim... Ishte skandal që nuk ishte shkarkuar akoma, jo që nuk ishte skandal që nuk ishte shkarkuar akoma. Për të lutem ta mbaroj. Do emërojmë Ogerta Manastirliun, do bëjmë zgjedhjet dhe ajo do jetë kryetare e re e bashkisë. E mbyllur. Këshilli bashkiak u thirr në serinë e PS-s, shkoi në bashki, veproi, pa e thirrur Erion Velin. Gjykata kushtetuese sot vendosi që kjo mënyrë e shkarkimit të tij ishte e parregullt. Duhet ishte bërë ndryshe. Kjo mënyrë e shkarkimit. Tani, pse gjykata kushtetuese arriti te ky vendim i papritur për shumicën e njerëzve? Mund të lexohet ndoshta te emrat e gjyqtarëve. 3 gjyqtarët që pranuan që kjo çështje të gjykohej, se këtu ishte rëndësia, kjo çështje do gjykohej nga gjykata kushtetuese apo jo? Në momentin që 3 gjyqtarë thanë që kjo çështje duhet të gjykohet, janë po të 3 gjyqtarët të cilët në vendim ishin pro shkarkimit. 5 gjyqtarët e tjerë, që kanë vendosur kundër shkarkimit, janë gjyqtarë që historikisht kanë marrë vendime pro qeverisë. Kjo është pikpyetja që mund të lidhet me atë që thot Arlindi, që llogarit e Edi Ramës dhe të PS-s nuk kanë qenë shumë të qarta për diferencën në zgjedhje, dhe prandaj ka lejuar që të merret ky lloj vendimi. Po më fal, nuk po themi të një gjë tani? Jo. Po ti nuk theti një gjë, është aty më fal, është ndjekur, lutem një sekond me qetësi. Atëherë, është gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të drejtë apo ka marrë një vendim të diktuar? 8-0 vendim i drejtë. Ishte i drejtë aty. Mënyra se si është shkarkuar, procedura se si është shkarkuar. Po korrespondon edhe me dëshirën e Ramës. Ishte edhe i drejtë edhe korrespondon me dëshirën e Ramës. Fakti që 5 prej tyre. Po ti sapo thej që është ere parë që merret një vendim, ti njerë thuaj që fakti që ky u mor një vendim kundër qeverisë e bën këtë vendim më të drejtë e më të besueshëm, kurse tani po më thuaj që ky vendim s'pas ka qenë kundër qeverisë, sepse qeveria i do zgjedhjet, nuk i do zgjedhjet. Sepse ndoshta, po them qeveria nuk i ka dashur zgjedhjet më. Atë dalin ajo që thash unë, gjërat janë shumë të thjeshta dhe ju i ndërlikoni. Çështja është shumë e thjeshtë. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim në favor të një kryetari bashkie që ka 8 muaj në burg, ka 13 akuza, nga të cilat 9 janë për korrupsion. Dhe tani gjykata kushtetuese të na shpjegoj të dalet, të na thotë, të lutem, gjykata kushtetuese të na thotë si drejshin shkarkohet një kryetar bashkie i akuzuar për korrupsion, sepse i ka mbyllur gjitha shtigjet. Gjykata kushtetuese thotë si që kemi në ligjet nuk e shkarkon dot. Por ai duhet jep të dorëshën. Pra në momentin e parë që u prangos dhe u fut, duhet jep të dorëshën. Shiko, ka një normë shumë të thjeshtë. Kjo është normal. 3 muaj, nëse nuk paraqitesh 3 muaj në punë, shkarkohesh nga detyrë. Hyneni 3 muajve është një rudiment i ligjit për kryetarët e komunave të dikushëm që merrnin green card për në Amerikë dhe shkonin atje dhe rrinin atje. Kjo ishte arsye. Çfarë banaliteti është ky se kuptova? Çfarë lidhje ka kjo? Kjo po më thua pra. Po sepse para 30 vjetësh nuk akuzoheshin kryetarët e bashkisë për korrupsion. Nuk i çfuste njëri në burg. Iknin. Tani ç'a do të thotë kjo që ligji ishte për ata, tani për ta nuk vlen më. Ç'a do thotë se do të bën ata? Ka lidhje akuzat. Ka lidhje me të se ka një normë shumë të thjeshtë. Nëse nuk paraqitesh 3 muaj në punë, shkarkohesh, është shumë e thjeshtë. Ç'a nuk kuptohet këtu? Si mund të thuash ti që unë jam në burg, po unë jam me dëshirën time? Kush është ai i çmendur që është në burg me dëshirën e vet? Atëherë po them, në rast se do ta thrisnin
do i lini që të fliste Erion Velia në Këshillin Bashkiak. Dhe do Po çfarë Nuk do kishte argument fare. Po çfarë rëndësie ka një çast sekond, mos të bëjmë. Në konkluzion, në konkluzion, të Po mos të bëjmë të analizën që po fajtë tre. ai ishte në gjyq. Ai ishte në politik, ai ishte në gjyq. Të lutem. Si ishte për të folur. Po kjo e bën skandalos vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese thot pse si dhat ju mundësi Erion Veliajt të fliste në Këshillin Bashkiak. Pa ai ishte gjyq, është qendrim politik. Ç'është kjo punë? Nuk ishte në gjyq. Ata e kontrollojnë, mo ata. Ore nuk ishte në gjyq. Institucioni që kontrollon kryetarin e bashkisë janë ata. Nuk ishte në gjyq. Po pra, po do të thrasin para shkarkimit. Po do ta thrasin, kush atë do ta thrasin? Nuk e zgjidhin dot, ka ndodhur tani kjo. Ç'është ky? Pra, ne Dhe çfarë do thot? Dhe çfarë do thot? Çfarë kanë shkelur rregulloren, çfarë kanë shkelur? Kanë shkelur rregulloren, çfarë kanë shkelur? Pra po mendoni se Kush parashikuar? Pra po mendoni se si Rama. Kush parashikuar? Atëre, Ne duam një sekond. Un po të them, un thjesht po të them. Se duhet pyet. Un po të them, sa i duhet shkarku. un po të them që gjykata kushtetuese ka marrë një vendim në favor të Erion Veliajt dhe në favor të Edi Ramës në thelb. Të lutem, ta mbaroj. Ta mbaroj dhe pastaj ta mbaroj se nuk kemi. Por ç'është procedura? Unë të flasim troç, do flasim troç. Po. Dakor? Gjykata kushtetuese ka bërë atë që i ka thënë Edi Rama. Edi Rama i ka thënë që duhet të merrte në një vendim në favor të Erion Veliajt dhe këtë bëri gjykata kushtetuese. Edi Rama nuk po të donte Edi Rama që vendimin të ishte ndryshe, ne do kishim parë një vendim ndryshe. Me sa duket, ky ishte nga shtatori. Këtë po flasim. Për këtë po flasim një sekond. Mos flas dot. Në Edi Rama me sa duket është e qartë, nuk donte zgjedhje tani, sepse ka kthyer mendje, mund të jetë për Ballukun, mund të jetë. Unë s'po them të. Po kjo është më fakt. Unë po them. Atëre, Kush ka ndonjë ndryshim? Antoni dhe konkludojmë do ishte ky vendim. Antoni dhe konkludojmë me pyetjen e fundit. Ju Po lutem. prandaj them që është një teatr, aty s'ka si përplasje. Është një teatr i madh dhe gjykata kushtetuese është bërë pjesë e këtij teatri. Zoti Shej është në drejtën e vet të jetë kaq i nxehur sepse kishte një kandidat dhe priste zgjedhjet dhe kandidati ishte shumë mirë. Por unë mendoj kështu. Kandidati shumë i mirë. Po pra po, s'po them. Po, kandidati. Po e them ironik të po. Kandidati i thash unë mëngjes. Do bëjmë intervista më vonë kur të vazhdojnë këto, po nuk vazhdojnë tash. Se tani ideja është kjo. s'ke zgjedhje. Rama i shmangu zgjedhjet, Rama unë marr çdo gjë që është Rama dhe unë vërtet gjykatën kushtetuese nuk e besoj që është e pavarur. Qartë. Sepse vendimet kanë qenë të gjitha pro Ramës. Por unë këtë vendim, sikur ta ketë marrë Rama me dorën e vet ta ketë shkruar, mendoj që për të ardhmen si precedent për pavarësinë e institucioneve, për të pushteti lokal, pushteti qendror, mendoj që është precedenti më i mirë që është krijuar këtu. Qofse ne do kishim vendim ndryshe, do kishim një qeveri që do shkarkonte këtë ti donte qefi, kur ti donte qefi. Më mirë thuaj që Ne kemi sot të e dyta. Dakord, kjo gjë më është të themi është që është marrë një vendim i diktuar nga Edi Rama, kjo është gjë më. Jo, kjo është. Apo kjo është e rëndësishme kjo. Unë marr pasojën e vendimit. Po kjo është e rëndësishme kjo. Po shkaku se di unë nuk e gjej dot tani. Ti thua që ka fotonë Edi Rama. Mund ta ludojmë. Ta ludojmë, a spekulojmë me këtë, por pasoja e vendimit është pozitive për raportet mes tyre dy pushteteve. Se ka menduar mirë Edi Rama. Por kjo pasojë ç'është? Nëse Veliaj nuk do e kishte marrë këtë, me siguri do e çonte në Strasburg.